Në qytetin e Korçës ka vijuar me intensitet aplikimi i vaksinës antigrip, ndërsa interesi i qytetarëve ka qenë i lartë që në ditët e para të nisjes së fushatës. Sipas të dhënave nga shërbimi i epidemiologjisë, rreth 95% e kontingjentit të vaksinave të dërguara për këtë sezon është ezauruar, çka tregon ndërgjegjësim të shtuar të popullatës për parandalimin e gripit sezonal. Vaksinimi është fokusuar kryesisht te grupet e riskut, si të moshuarit, persona me sëmundje kronike, gratë shtatzana dhe personeli shëndetësor, por interesi konsiderueshëm është shënuar dhe nga qytetarë të moshave të tjera. Kam bërë vite kaluara, si vjet nuk e kam bërë. Do e bëni? Patjetër do të bëj. Si mendoni, ju ka mbrojtur që ta kaloni më lehtë gripin? Po, më kam mbrojtur dhe kam patur përmirësime. Patjetër, ajo i ndihmon, sidomos moshat e treta, shumë e mirë. Mirë, po unë nuk e aplikoj duke ditur që kam imunitet. Zonja dhe 2 fëmijët e kanë aplikuar, unë jo. Nuk e kam aplikuar. Mendoni se është e dobishme ju krijon imunitet? Po, duhet bërë, nga banorët duhet bërë. Është domosdoshme. Nga ana tjetër, mjekët apelojnë që vaksinimi të kryhet në kohë për të shmangur komplikacionet që mund të shkaktojë gripi, veçanërisht gjatë muajve të ftohtë. Ndërkohë institucionet shëndetësore vjojnë monitorimin e situatës në qendrat shëndetësore ku dhe kryhet vaksinimi kundër gripit dhe janë të gatshme të përballojnë fluksin e qytetarëve që kërkojnë të vaksinohen.